Pas një periudhe të gjatë mungese, Shakespeare rikthehet fuqishëm në skenën shqiptare, këtë herë në Teatrin Shqiptar të Shkupit, me një nga dramat e tij më të errta dhe më të fuqishme, Rikardi III. Shfaqja vjen në regjinë e Kushtrim Bekteshit, një prej emrave shumë të njohur në teatrin bashkohor shqiptar, i cili ka sjell një vizion të qartë dhe të guximshëm për këtë vepër, duke e nxjerrë nga kuadri historik dhe duke vendosur në një hapësirë universale, ku ndjesitë si frika, epshi për pushtet, vetmia dhe hakmarrja marrin kuptim të ri. Veprat e Shakespeare-it janë sfiduese për çdo regjisor dhe për çdo teatr, u shpreh Bekteshi, por unë i quaj monumentale disa prej tyre, siç janë Rikardi III, Hamleti, Macbethi. Ato nuk janë vetëm histori tragjike, por flasin për njeriun, për natyrën njerëzore që nuk ndryshon pavarësisht kohës. Rikardi është një autokrat i lindur nga bullizimi, nga përjashtimi. Dhe ky dëm i hershëm, kjo plagë e brendshme, kthehet në urrëtie që shkatron gjithçka përreth. Veprat e Shakespeare-it janë sfiduese për çdo regjisor dhe çdo institucion teatror e çdo aktor, sigurisht. Sidomos veprat e tij të quaj monumentale, tragjeditë e tij monumentale, ku hyn edhe kjo vepra e Rikardit III, ose pastaj Hamleti, Macbethi, Mbreti i Lirë kështu me radhë. Me thënë sigurisht është sfidë e madhe dhe çdo herë kur interpretohet në skenë Shakespeare është ngjarje për një teatr, ngjarje edhe për një shoqëri, edhe ngjarje kulturore, sigurisht sepse janë vepra të cilat para 5 shekujt janë shkruar, po ende i flasin aktualitetit, sepse flasin për njeriun, flasin për natyrën njerëzore, për kompleksitetin e natyrës njerëzore dhe flasin për aspektet të cilat kanë ndryshuar kohët, po vazhdimisht i kemi lufta për pushtet, intrigat, manipulimet, e kështu me radhë dhe kjo vepër realisht flet për autokracinë në e sundimit, flet për një autokrat i cili vjen me dhunë dhe intriga në pushtet dhe pastaj për shkak të një traume ose për shkak të një defekti ta quajmë në boshtin kurrizor, ka qenë i bullizuar si fëmijë, që është fatkeqësisht ka qenë shumë i bullizuar, mirë po pastaj fillon edhe ajo i shndrohet në një urrëtie për gjithë njerëzit përreth dhe pastaj do t'i shkatrojë gjithë. Shakespeare jo rastisht është gjeni. Autorët gjenial nuk e trajtojnë, nuk i tipizojnë personazhet, nuk i shohin bardhëzi, sepse janë shumë ndjehapur, ato shohin gjitha komponentat që e përbëjnë një njeri dhe sigurisht jo rastisht Shakespeare këtu ka dhënë edhe skena ku shifet sa i bullizuar ka qenë Rikardi, po çfarë ka shkaktuar ai bullizim, çfarë deformimi ka shkaktuar në karakterin e tij që ai bëhet ai Rikard që ne e shohim në skenë, sepse njeriu nuk bëhet, njeriu si natyrë është e mirë kur lind, po besoj që rrethi, familja, shoqëria mund ta deformojnë. Mirë po në këtë rast është shumë tragjike për një shoqëri kur një personazh që ka pësu deformim karakterial nuk dërgohet në psikiatri ose të merret psikologu me të, po ai fiton pushtet. Cili më nga ju është ankuar mbretit se gjë që ka mund brutale, nuk i dashka. Për zotin ata nuk e duan mbretit që kur ja çajnë veshët me kësaj lloji intrigash. Po përse mos e nuk ditë ve, buzën të kasun, nuk ditë vrej, nuk ditë gënjej, apo nuk ditë përshëndetet si i francez. E po ja që s'përule më korupcinë e i majmunit. Prandaj më mbani për arbit keq. Zoti ma put mu ka njeri që tjetoj pa e cenuar cupat dinat që është drejt e ti. Për kë e ka fjallë lartësia juaj? Për ty që s'ke fije, nderi dhe bese. Po mirë, kur kam dëtuar? Kur kam dëtuar tyja? Cilin do për e pandës duhe? Zoti e rujt, mbretit dhe ankesave të juhe në veriqë. Vagloster, e kemi kuptuar shtreme. Mbreti pa qenë nxitur prej askujt, por me vullnetin e tij mbretëror u ndroi që të thrasin. Po, duket se e ka parë urrëtin që u shëri kundrejt me vëllezërve dhe gjithë parafisë tim. Urrëtin që tregonin në çdo punë. E nuk e di për zotin, po. Po da është bërë kaq e keqe sa zot që ka atje, kur nuk guxojnë shqipe. Kur shohor këtu bë fistik, dhe shumë fistik janë bë horra. Ne e dim ç'mendoni tu ti idiot. Ju Brenzilia që fillimisht e miqëzoi bindë e mbretit. Në qendër të kësaj drame shfaqet Adem Karaga në rolin e Rikardit, një figurë tragjike e cila sipas vetë aktorit është më shumë se një shpirt i lënduar sesa një njeri i keq. Rikardi është një fëmijë i papërqafuar nga fshati, thot Karaga, duke cituar një anekdot afrikane. Ai rritet me plak,
me ndjenjen e përjashtimit dhe e vetmja mënyrë për të ndjenë ngrohtësi është të diçte gjithçka përreth. Fatkeqësisht, kjo ndodh edhe sot. Informacioni i shpejt, mungesa e empatisë, lufta për dominim e bëjnë Ricardin më aktual se kurrë. Imrin e mërzis në ndryshoj në verë, edhe retë që kërcnonin vatrën tonë në gjithë të detit të mërzis. Kurorat e fituar edhe luftën e zbukurojnë balin nga të rotë. Armët të qara varën pistoli, shtrimet i këmblyrë në kostira, marshimet ushtarake në valëzime, edhe marsi i mundë. I zoti luftës, e zbuti balë në rrugë, vend të hypë kalli të armatosur të ka o datën, kundërshtarët e poritët, hop t'i lodhe në një zonjë pasurdërit e pshplot leutës. Po unë, që s'kam shtatë për të dalë dukë, as t'i bëj korë të asëqyrës të sërdaj që u preva mos më keqë e më mungon qdo hirë që ka dashnori për të tundur në odën e në inuse e për drevë, që më punë qdo farë të prirë. Në vrejta për natyrës gënjeshtare që më hodhi në botën e frimorëve para kohës, shtatanik, të rejgjur, aqë shtërmbanik dhe zërshën nga të tjerët sa edhe qërtë pëlejnë kur shqebojnë të tjërë. Këtë kohë pa që trumpetës i azuri vendin, dajtë në trumpeti asë një gledi, nëse të ka lërë kohë. Përveç, shonë në tjerë, kje në firë, dhe të thurë kam në vetës të shënturë, e pra pasi nuk mund tjerë, dhe shnori mirë. E të ndjerë kësim nga ditë do të leftikshë, dhe jam në fundë. Njafta! Do silëm si mizorë, do t'i përpusë knatësit e tyre. Kom përgatitur plane nga shtërishë, shkrimet, shpikur, e profecira sa gojesë o nuk mundas të përmendë. Përdesë këtë zbrezë, klarës dhe mbretit i mëri për vdekjet. Dhe po që mbreti ka qipesës, sa jam në një pabesa, të dinakë. Që sot e qo klarën si në burë dhe bushe profecia, që në thonë se këja, do t'jetë prasë si të shkimtarë dhe guardi. Në kime krydurit, në të profet Përshëndetje! Gati po bëjnë gati 3 muaj të plota të një pune kolosale që po bëjnë bashkë me regjisorin, kushtrimin dhe gjithë stafin e teatrit shqiptar. Do doja të veçoja edhe mysafirin Shkumbini Strefin, i cili na vjen nga Prishtina. Gjë që vërtet më gëzon shumë për situatën e hapur që teatri ka dhe ne bëhemi pjesë gati e gjithë përfshirës. Është e vërtet, Ricardi është shkruar, do thanë gati
mbi 500 viteve më parë dhe na duhet pak kohë për ta sjellë në kohë. Në kohën atë që ndodh sot. Fatkeqësisht atëherë shkonin koka. Sot nuk ka ndryshuar absolutisht asnjë gjë. Ne jemi dëshmitarë të kohës që jetojmë në një globalitet gati të tmerrshëm. Mundësia e informacionit që sot kemi në plan të dorës na lidh qoftë edhe emocionalisht me informatat që marrim. Kështu që unë besoj që nuk ka absolutisht asnjë ndryshim. Ricarda ka pasur, ka dhe fatkeqësisht duket se do ketë. Po kjo që do ndodhi, shpresoj të japim një mesazh që ajo dhimbje e madhe e cila përcillet nga gjenerata në gjenerat, nga shekull në shekull, nga dekada në dekadë, që të filloj të zbutet brenda kohës edhe këto lloj fatkeqësisht të jenë më të buta, pa shumë gjak. Shfaqja flet edhe për nuk mund të bëhesh Ricard. Do thënë, unë besoj në mirësi njerëzore. Po fatkeqësisht ndodhin edhe shumë gjëra të cilat fillojnë në një farë forme bullizimi si fëmijë, rrethanat, situatat, mospërfillja sjellin deri te një situatë e tmerrshme ku njeriu i del brenda për brenda bisha, i del brenda për brenda hakmarrja, i del brenda për brenda situata nga më të ndryshmet për të ardhur deri te një ambicie e tij e smur. Ricardi nëse do mund ta sublimoja në tërësi gjatë punës dhe provave të gjata që kemi pasur, është një anekdotë që e kam cek në disa vende, një anekdotë e vjetër afrikane dhe thot, fëmia i cili nuk është përqafuar nga fshati, ai duhet djegë ata që ata të ndjejnë ngrohtësinë e tij. Dhe mendoj që në thelb kjo është Ricardi. Ne të gjithë lindim fëmijë të pastër, engjëj dhe rritemi varësisht nga rrethanat, bullizohemi në forma nga më të ndryshmet dhe vim faktikisht të tjerët duket sikur ndërtojnë bishën brenda nesh. Thjesht mund të jetë edhe një element mbijetese i formës së kafshës njeri. Në këtë produksion të teatrit të Shkupit, morën pjesë aktor nga trevat shqiptare. Shkumbi Nistrefi, aktor i njohur nga Kosova, vjen për herë të parë në këtë skenë në rolin e mbretit Eduard IV, Teuta Ajdini Jegeni si dukesha e Jorkut, Vjolca Bekteshi Hamiti si mbretëresha Elizabeth, Armenis Nukshqiqi si Lady Ana dhe të tjerët si Abedin Alimi, Osman Ameti, Fisnik Zeqiri, Mentor Kurtishi, Genci Mirzo, Rahim Ramadani, Sara Bajrami, Gentiana Ramadani, Siti Reli, Hetem Etemi, Sabina Memishi Aslanaj dhe Denis Rustemi. Kjo përbërje artistësh nga Shkupi, Prishtina dhe Tirana përbën një shembull të shkëlqyer të bashkëpunimit ndërshqiptar në fushën e artit dhe një sinjal të fuqishëm për forcimin e krijimtarisë kolektive në skenën teatrore. Shfaqja është ndërtuar me një skenografi të zymt nga Betim Zeqiri, me kostumografi nga Sam Kaferi dhe muzikë të kompozuar nga Timor Dhomi. Dhe gjithë pamja e skenës, ndriçimi, silueta dhe ngjyrat e errta përforcojnë dramën e karaktereve dhe tensionin psikologjik të shfaqjes. Edhe kur aktorët nuk flasin para premierës, apo nuk ka mundësi për të marrë intervista pas shfaqjes, mjafton të shohësh lojën e tyre në skenë, sepse ndonjëherë nuk duhen fjalë, është heshtja, është drita, është një shikim që thot më shumë se çdo deklarat. Shakespeare nuk është thjesht klasik, ai është pasqyrë e shpirtit njerëzor, dhe Ricardi na përball me anët më të errta të tij, ambicien, manipulimin, përçmimin, hakmarrjen dhe vetmin. Në këtë rikthim të bujshëm, artistët tanë dëshmojnë se drama, emocioni dhe fjala e thellë gjejnë gjithmonë rrugën drejt zemrës së publikut. Me këtë shfaqje, Teatri Shqiptar i Shkupit nuk sjell vetëm një vepër, por një përjetim artistik që na bën të mendojmë, të ndjejmë dhe të kujtojmë se teatri është ende një nga format më të fuqishme të artit.
autoshtim.